أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زجاهو 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 سفري قبرت زجاهو 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 أدم برجت فالو 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 نمازي أجدريت فالو 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 مزمر شبيت فالو 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 نمازي أجدريت. Shikues të nderuar, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Jemi ka fundi Ramazanit, ndërsa mysafir sonte në emisionin Merr Frim e kemi Hoxhën e nderuar Abdul Fuga. Hoxhë i nderuar, mirë se erdhe në. Mirë se jeni këtu. Fillimisht falenderoj Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të mira. Lut Allahun azza wa jall që këto ditë të agjërimit të cilat kanë kaluar, Allahu kabull dhe makbul të na i ban. Amin. Lut Allahun azza wa jall që këto ditë që kanë ngel dhe këto natë të bekuara të cilat kanë ngel, Allahu të na jap fuqi të shfrytëzojmë në mënyrën më të mirë edhe në formën më të bukur që dalmi prej këtij muajit fitimtar, ta fitojmë xhenetin Allahut të rizallukun Allahu subhanahu wa taala. Hoxhë, si për fillim, domethënë tema sonçmë është 10 netët e fundit të Ramazanit. Na trego diçka për vlerën e 10 netëve të fundit të Ramazanit. Fillimisht duhet ta dimë që Allahu subhanahu wa taala është Ar-Rahmanur Rahim, mëshirues, mëshirbërës. Alhamdulillah. Mëshira Allahut azza wa jalla është e pakufishme. Andaj kur folmi për 10 e fundit të muajit Ramazanit, folmi për mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Kur folmi për 10 e fundit të muajit Ramazanit, folmi për bujarinë e Allahut subhanahu wa taala, e cila nuk ka kufi. Kur folmi për 10 e fundit apo 10 netët e fundit të muajit Ramazanit, gjithsesi folmi mbi të mirët e Allahut subhanahu wa taala që ja u çon robëve të vet besimtarëve. Duhet me pas parasysh një send dhe një fakt se mëshira e Allahut azza wa jalla është e pakufishme, andaj Allahu subhanahu wa taala dhe robërit e vet i don. Dashuria e Allahut azza wa jalla për robërit e vet është aq e madhe sa që me çdo kush don t'i fut në xhenetin e tij. Për këtë edhe Allahu subhanahu wa taala për mëshirës vet zbriti pejgamber, çoi libra, dhe Allahu subhanahu wa taala në çdo send që ka kriju, ka jaratis Allahu subhanahu wa taala ka argumente se është ai i cili vetëm meriton të adhurohet dhe ai është i cili duhet ne si besimtar ta duam dhe të punojmë me urdhrat e tij. Andaj Allahu subhanahu wa taala ka lënë sezona, ka caktuar ditë caktuar dhe sezona të caktuara që Allahu subhanahu wa taala t'ia mundson robëve të vet ta fitojnë xhenetin Allahu subhanahu wa taala formën më të shpejtë dhe më të mirë. E prej këtive këto 10 net thash janë mëshira Allahut azza wa jall. Këtu shfaqet mëshira, rahmeti, bujaria Allahut subhanahu wa taala mbi robërit e vet. Andaj Allahu subhanahu wa taala duke pas parasysh se aq shumë që i don robërit e vet, i la këto 10 net me të cilët Allahu këto 10 net pagun shumë edhe pse ndoshta punohet pak. Këto 10 net Allahu subhanahu wa taala dhe këto ditë janë aq të begatshme, aq të mira, sa që nuk ka ditë që mund të krahasohen apo nuk ka net që mund të krahasohen dhe mund të sfidojnë këto net në mëshirë, rahmet, në falje, në xhennet, në begati, në dhunti që Allahu subhanahu wa taala i shton këto 10 net. Mu për këtë Allahu subhanahu wa taala gjithë çfarë lidhet me Kur'anin është i ngritur. Gjithë çfarë ka të bëjë me Kur'anin, Allahu subhanahu wa taala i dha peshë dhe i dha rëndësi dhe e vlerësoi më shumë. Për këtë meloçja më e dallume prej meloçeve është Xhibrili alayhis salam. Më me vlerë, më i dallumi dhe më i veçumi është Xhibrili alayhis salam. Për çfarë? E mur këtë vlerë nga sa ishte emini, i cili besniku i cili e zbriti librin e Allahut prej qiellit deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe jo rastisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi më i mirë, më i dallumi, më i veçumi. Dhe këtë privilegj e muri se mbi të zbriti fjala e Allahut subhanahu wa taala Kur'ani. Gjithsesi Allahu subhanahu wa taala për këtë muajve e dalloi muajin e Ramazanit. Se këtë muaj Allahu subhanahu wa taala e zbriti Kur'anin. Dhe prej Ramazanit, prej këtyre 30 ditëve, 10 net më të bekuara dhe më të dalluara janë 10 që i fundit i Ramazanit, nga se këto 10 që zbriti Kur'ani. Dhe jo rastisht nata më e mirë, më me vlerë, natë e cila nuk krahasohet me asnjë natë tjetër. Është nata e Kadrit, nga se mu në këtë natë
zbriti libri Allahut subhanahu wa taala. Edhe nga kjo, Allahu subhanahu wa taala e dallon apo i dallon këto 10 që të fundit. Dhe vetë praktika e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe praktika e parëve tonë dhe muslimanëve në përgjithësi na ban me mësu një realitet se këto net nuk janë net të rëndomta, nuk janë net të thjeshta, po janë net ku Allahu subhanahu wa taala për çdo nat liron njerëzi prej zjarmit të xhehenemit. Për çdo nat Allahu robërit e vet i mshin për regjistrit banorëve të zjarmit dhe i regjistron regjistrin e banorëve të xhenetit. Andaj, duke i pas parasysh gjitha këto, se këto net është mshira e Allahut dhe rahmeti i Allahut ku nuk ka kufi, edhe shfaqet më të dukshëm dhe më të qartë se gjithë netet e tjera, mu përket edhe hoxha i nderuar Ibn Taymija, Allahu e mëshiroft, thot, Allahu subhanahu wa taala prej ditëve më të mira, prej vitit, ditët më të mira janë ditët e Dhulhijhes. Do me thonë që i vjen prej Kurban Bajramit dhe ditë për mas. Këto janë ditët më të mira të vitit, më të begatshme që Allahu pagun më së shumti. Dhe prej neteve më me vlerë të tanë vitit që nuk krahasohet me asnjë net tjetër, janë 10 netet e fundit të muajit Ramazanit, e nata më e mirë, më me vlerë, është nata e Kadrit, ku me pajtimin e gjithë dietarëve apo një shumicë e madhe hoxhallarëve, ulemave, dietarëve, sahabëve kanë thonë që është në 10 e fundit, gjithsesi në netet tek, po mund të jetë sikur që ka prej dietarëve të cilët kanë thonë që mund të jetë edhe në netet qift. Po për këtë inshallah do të flasim edhe më vonë. Allah e shpëlit. Po pikërisht këtë do shta me të vetë, kur është nata e Kadrit në këto 10 net që po vinë? Këtë pyetje dëshirojnë ta dinë shumë. Që Allah subhanahu taala për mëshirës vet, për rahmetit vet, është interesant se çdo send ka funi përfundon. Është interesant se çdo send që në këtë botë, matematika e kësaj bote është se ka funi fillon me hub vlera. Me thonë gjithë shka kur vjetërsohet, kur vjen ka funi vetëm se fillon me hub vlera, përveç se mujt Ramazanit. Do me thonë mujt Ramazanit, funi Ramazanit, është më me vlerë se sa ditët e mëhershme. Po pështohet pyetja tash që me thonë, po përse hoxha? Sikur që donë Allahu subhanahu wa taala me na thonë neve o robërit e mi, atë shumë juve ju duhe, atë shumë unë du t'ju mëshiroj. Dhe po thamë thojza me çdo kush do t'ju shtin në xhennet. Allahu subhanahu wa taala e diti se në 20 ditë e mëhershme, ndoshta do të ishte dikush prej neve i cili do të çalonte. Nuk kish me punu sa duhet, nuk kish me dhonë sa duhet kontribut, nuk kish me lexu Kur'an sa duhet, nuk do të falte sa duhet, nuk do të bante dhikr sa duhet. Andaj Allahu subhanahu wa taala këto 10 net e fundit i dha mëshirë shans për besimtarin, tha bujrum, këto 10 net e fundit puno e unë do të paguaj shumë sa kur gjithë Ramazanit. Për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, men qame, që janë 3 hadithe. Tha men sama Ramazan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tha kush agjeron muajin e Ramazanit, vetëm agjeru muajin e Ramazanit me bindjen në Allahun, me besim në Allahun dhe duke shpresuar shpërblimin e Allahut, pra duke pas iman se ka ditë gjykimi, do të shpërblesh për të mirë dhe për të keqen, lusë Allahun azza wa jall që të na falë gjithëve. Allah subhanahu wa taala tha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu do t'ia falë gjitha gjunat e mëhershme. Pastaj një hadith tjetër tha men qama ramadana imanan wa ihtisaba. Tha kush e fal namazin e taravis gjatë gjithë Ramazanit me bindje, me iman te Allahu subhanahu wa taala dhe me shpresë se Allahu subhanahu wa taala do të shpërblen, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu do t'ia falë gjitha gjunat të cilat i ka pas më herët. E çka është më interesant? Më interesant është fakti se Allahu subhanahu wa taala thot men qama lejletul qadri. Që tanë mujnë ma gjëru, tanë mujnë me falë. Ka hik do një namaz. S'ki mujten me kona aktiv tanë në kohën edhe pse do të me qenë. Do të me falë namazin e taravis. Kja një shansë. Allah subhanahu wa taala na ka dhonë një pazar, na ka dhonë një treg, ku ka shumë llojshmëri të veprave të mira besimtarit që mund t'i banë gjatë këtij muajit Ramazanit. Po supozojmë se dikush prej neve shejtoni e ka mashtruar, do me thonë egoja tina, konja tina, nuk ka pas mundësi, nuk ka mujt me qenë i shëmbëlltyrshëm, irnek, nuk ka mujt punën sa dot. Allah subhanahu wa taala thot men qama lejletul qadri, tha o musliman, të kanë hik 20 ditë të para. Nuk i qenë aktiv, s'ki punu sa dot, bujro mi ki 10 net.
ka thonë kush e gjen, kush e fal namaz taravije natën e kadrit, gufire lehu ma taqaddama min dhanbi. Allahu akbar. Çisa e mësishëm është Allahu. Kështu sa fal Allahu subhanahu wa taala. Që Allahu subhanahu wa taala sa na don neve. Allahu megjithatë na i ka mbyll shejtant. Na i ka mshël derët e xhehenemit. Na i ka çel derët e xhenetit. Ka thonë bërum hinin në xhenet. Në muaj Ramazanit është mëshira Allahut subhanahu wa taala. Është mëshira Allahut subhanahu wa taala më shumë ti që Allahu subhanahu mëshiron është muajin e Ramazanit dhe ditën e Arafatit. Nuk ka ditë dhe nuk ka muaj i cili i ngjan mëshirë dhe rahmet Allahut sikur që është muaji i Ramazanit. Ama edhe më shumë, edhe më dukshme mëshira Allahut subhanahu wa taala është 10 e fundit. Është 10 e fundit ku Allahu subhanahu wa taala me një natë, nëse ti i fal këto 10 net, taravijet, heq pa pkut, mundohesh me kon maksimumin me dhonën, wallahi urime se Allah ti ka fal gjunohat. Me dy kushte, me besim në Allahun subhanahu wa taala, ta besosh se Allahu azza wa jalla është i vetmi i cili është pa shok dhe rival, dhe të kesh në bindje në ditën e gjykimit se do të dalësh para Allahut, dhe Allahu do të morë në pyetjen sual tyje direkt pa përkthyes vetëm tije, të kesh këtë iman dhe këtë bindje ta keshen, dhe fal namazin e taravis, ta gufira lehu ma taqaddama min dhanbi, Allahu ta fal gjunohen, Allahu ta fal gjunohin e mëhershëm. E sa i përket natës, do me thonë natës e kadrit. Që nata e kadrit, fjala kadr, në gjuhën arabe i ka 3 kuptime. Do me thonë, kur thojna lejlet e kadri, nata e kadrit, në gjuhën arabe fjala kadr i ka 3 kuptime. E tu 3 kanë do me thonje vetë kuptimin se çfarë do të thot nata e kadrit. E para është, kadr do me thonë ka pesh, ka vlerë. Kjo natë ka pesh, kjo natë ka vlerë. Këtë natë Allah subhanahu wa taala e zbrit mëshirën e tij, Allah zbrit qiellin e kësaj dunjës dhe thot, a ka dikush i cili kërkon falje të falet gjunohat. Do me thonë, çdo telash, çdo breng, çdo gale, çdo sprov, çdo smundje, çdo send e cilat bren gjoksin tan, këtë natë të shfaqe. Këtë natë është koha mi tregu Allahut subhanahu wa taala. Sikur që ki nevojë mu anku tek dikush, ankoje te Allahu subhanahu wa taala. Për këtë është natë shumë me vlerë. Qadr. E dyta është qadara që do të thot ngushtohet. Qadar Allahu rizq. Me një ajet Allahu e kur Allahu aty ja ngushtoi rrezikun, ato ankohen te Allahu subhanahu wa taala. E çka ka ngushtia me natën e kadrit? Ka. Se në këtë natë aq shumë zbritin me laçën tokë. Sa që toka ngushtohet, nuk ka vend për me laçet. Kjo është nata e kadrit. E ne e dim se me laçet nuk zbrisin prej qiellit vetëm se nëse ka mëshirë dhe rahmet dhe begati. Me laçet zbritin kur lexohet Kur'ani. Me laçet zbritin kur ka mexhlise dhe tubime derse kur ka. Mexhlise dhe tubime ku përmendet Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra me laçet aty ku ka mëshirë, aty ku ka rahmet zbritin. E imagjinon këtë natë Allahu subhanahu wa taala aq shumë me laçe. Sa që aq natë me vlerë dhe me nder në tokë nuk ka vend për me laçet, sa që Allahu për hatër kësaj natës edhe Gjibrili zbret në tokë. Edhe Gjibrili zbret në tokë. Edhe e treta është qadar, atë caktim. Këtë natë Allahu i cakton caktimet e robrive dvet, njerëzimit, gjithë njerëzimit, për një vit se çfarë do të ndodhe. Qoftë rrezku, qoftë vdekja, qoftë jeta, gjithë çfarë ka për një vit, Allahu subhanahu wa taala i cakton në këtë natë. Edhe është interesant se Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot inna anzalnahu fi lejletil qadr wa ma adraka ma lejletul qadr. Do të thonë ne kemi zbrit në këtë Kur'an natën e kadrit. E çfarë din ti çfarë është nata e kadrit? Që të jep me kuptu se ki të bësh me një natë tepër të madhe. Natë madhështore. Natë të bereqetshme. Natë ku mëshira Allahut azza wa jall zbret. Natë ku Allahu azza wa jall liron njerëzit prej zjarrit të xhenemit. Edhe ti me një taravi Allahu gjithat bomët e mëhershmeve ti fal, kjo të jep me kuptu për vlerën e madhe. Pastaj Allahu subhanahu wa taala se ne jemi insan. Kemi qefmi pa sendet, dhe me thonë, besojmë në abstrakt, ama diçka të pa dukshme, të pa prekshme, që Allah subhanahu wa taala thotë, çfarë e din çka është lejletul qadri, se lejletul qadri është nata ku Allah zbrit me laçet, një numër të madh me laçeve, edhe zbrit Gjibrili, ama sikur që don Allah azza wa jall me ta bëu diçka të prekshme. Çfarë vlerë ka? Lejletul qadri khairu min alf shahr. Nata e kadrit është më e mirë, që
Se shpesh herë ne, kur gabojmë, që këtu gabojmë. Rekomentojmë. Po, dhe me thonë, thëna, nata e ka ditë sa 1.000 muj. Jo sa 1.000 muj. Jo. Më e mirë se 1.000 muj. Më e mirë se 1.000 muj. 1.000 muj vjen 83 vjetë. 83 vjetë diçka, po. Ama diçka është interesant. Se dhe këtu, se ne, gjatë komentimit Kuranit, gjithmonë duhet bazohemi edhe pak në gjuhën arabe. Ashtë interesant se në gjuhën arabe nuk ka numër më të madh se 1 mishi. 1 mishi është maksimumi. Maksimumi është 1 mishi. Arabët e mëhershëm, kur kanë numrue maksimumin, limiti i numrave tyre ako 1.000. Pastaj me 1 mishin, kur kanë thonë për shembull 100.000, kanë thonë 100 mishe. E qartë. Kur kanë thonë për 1 milionshë, kanë thonë 1 mishe. Do me thonë, për këtë Allah s.w.t. ndoshta kjo net i ka vlerën më shumë se po të thamë 1 milion muj. Po s'ka mujtë Allah s.w.t. ka thonë khajrun min alfi shahr. Është më e mirë se 1 muj. Një namaz në këtë natë është e barabartë sikur që të me krije 1 muaj adhurim. 1 muaj ibadet. Do me thonë kështu të qertësoj pa. Nëse natën e kadrit i fali 2 rekat namaz, kjo i vjen sikur më shumë se 83 vjetë i kun falë ka 2 rekat namaz për çdo ditë. Po, mirë po kjo mos dale një keq kuptim, jemi pak ma decid dhe ma të prem, kjo është për nafile. Po të për nafile. Për nafile, do me thonë nuk kuptot, se ka është, elhamdulillah, jemi bo shumë të menqëm, edhe jemi bo dim bëjmë matematika, të të shqitë ka se unë e fali natën e 4, i fali një 40 ere qate, 40 ere 1.000, 40 ta pjestim për 5, do me thonë i ba me një natë të unë i krita këtë obligimet, po. Farzi nuk zavendësohet në asë. Qashtë, do me thonë farzi asë njëherë nuk zavendësohet kur njëherë. Qëllimin që ka doshta me thonë është për shpërblimin e madh të Allah, do me thonë ditën e gjykimit kur dalim, nëse i kina falë për shembull, po shkojmë minimum, veç 2 rekate natën e kadrit. Po. Edhe zinjet mbi 83 vjetë, ajo do të dalën ditën e gjykimit se sikur i e falti mbi 83 vite. Kujtove një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, subhanallahu shpërblet, do të thonë këtu kush faqet mëshira e Allahut, pse është kjo nata e katërt, pse janë 10 që i fundit. Po. Është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se dim që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk fol nga hamendja. Po. Gjitha fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë shpallë. Illa wahyu yuha, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk fol nga hamendja, gjitha janë shpallë. Ne e dim dhe kemi dëgjuar dhe besojmë se umetet e mëhershëm kanë jetuar më shumë. Do të thonë, ymri i tyre ka qenë shumë më i gatë sa ymri jonë. Po, 900.000 vite. Qashtë. E ne, umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, umeti i fundit, si pjesëtar të fesë vetëm të pranuar të Allahut subhanahu wa taala, cili është Islami, ne sikur që punojmë pak në krahasim me tjerët. Do të thonë, nëse i krahason ti, do të thonë, sa Ramazan agjeron ti, dhe sa kanë agjeruar ato, edhe pse Ramazani ka qenë atë to. Do me thonë, do të dalë rezultate shumë, do me thonë, disavantazh për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do me thonë, me një matematik do të ankohemi se pse që ka çpak, ato tjertë kanë pas mundësi dhe shansa më shumë me punu dhe me fitu xhenetin e Allahut. Që kanë jetu më shumë. Qashtë. Mirë po është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e shpjegon këta. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kishte qenë një njeri i cili kishte dalë me morë një gast, një usta. Kishte morë do punëtor. E kishte morë një punëtor prej sabahut, prej namazit sabahut, deri namazin e drekës me punua, për një kirat. Do të thonë një sasi të hollash, po zemi, po i thojna 100 euro. Do të thonë prej sabat, deri në drekë, edhe pse s'ka, po supozojna, inshallah bëhet ja Rabbel Alamin. Prej sabahut, e deri në drekë, ja kishte dhënë më ditjen, hakën e punëtorit 100 euro. Edhe e kishte shluar. Kishte dalë në drekë, kishte marrë një punëtor tjetër. E prej namazit drekës, deri për ikindi, kishte punua, edhe këtij ja kishte dhënë 100 euro. E mas namazit ikindijës, kishte dalë, kishte marrë njërin, edhe kishte punua deri para akşamit. Atë këtij ja kishte dhënë 200 euro. Kur u mbledhen, i thanë, po pse ki më pak punoj, se koha më e shkurt, është prej namazit ikindijës deri para akşamit. Krahasim me këto, do me thonë i vjen gjysa e gjysës. Ta shumë pak punoj, më shumë fitoj. Shumë fitoj. E Allah subhanahu wa taala tha dhalike fadlullah yuti limen yasha. Kjo është një mirë Allahu ja kujton. E di kush është që i fundit? Umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.
Ne, inshallah. Ne inshallah. Allahu Akbar. Ne kemi me punu shumë pak, ama do të shpërblemi shumë. Allahu na ka desh shumë si umet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për me na kompenzu neve vitet e atyre të cilët kanë bu më shumë adhurim, ta bujrum një hedije prej muaj natën e 4. Një natë më me vlerë se 83 vjetë. Më me vlerë. Ndoshta edhe 1000 vjetë, ndoshta edhe 2000 vjetë. Sigurt, do me thonë, nëse shkojnë në matematikën tonë, minimumi është 1000. Do me thonë, ma por se 1000 nuk del, do me thonë, minimumi 83 vjetë. Po lusë Allah në zëvëgjel që të nashtonë më shumë. E këtu shfaqet mëshira Allahut dhe rahmeti Allahut. Faktikisht nëse i kam merak të matematika ose më bën Allah. Faktikisht nëse një jetën e muslimanit i ka fal, i ka marrin 10 natat kadrit, i vjen se kur 830 vetë me jetu. Po. Me ibadet. Po. A shoncët në ekin se këshim ka zë. Ma shumë se 830. Ashtë një hadith ku shfaqet vlerë e Ramazanit, po njëkohësisht do me thonë për ta kuptua dhe vlerën e natës së Kadrit dhe vetë Ramazanit. Po. Se sa pagun Allahu subhanahu wa taala, se shpesh herë vëllezër se ne sikur që kemi, domethënë sikur që kanë fillu pak besimtarë dhe muslimanët mos t'ja dinë vlerën reale të vërtet, domethënë ti mujt beku. Sikur që kanë fillu besimtarë pak t'ja hupin shentrinë e tina dhe shef cakacuk dikun atje, domethënë muslimanët kanë fillu ta prishin ka pak agjerimin. Vëllezër dashur, ma agjëru muajin e Ramazanit është dhunti prej Allahut subhanahu wa taala. Është mëshirë prej Allahut subhanahu wa taala. Ashtë këtu e kupton se sa Allahu na ka desht me këtë muj. Wallahi këtu e kupton se sa Allahu subhanahu wa taala me ta dhon Allahu azza wa jall një shans ti ma xhiru një Ramazan. Ti e benefit shumë. Ti e përpara shumë. Plus madh. Plus madh. Për këtë është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është një hadith ku njëri prej sahabive, domethënë e tregon se dy musliman, dy shok, e pranojnë Islamin me një ditë dhe kanë punu një, domethënë kanë qenë shok pa ndomë, janë qenë dosta, po bratina. Vlla e ka pas me plot kuptimin e fjalës. Mirë po njëri vdes dhe njëri jeton më shumë. Dhe ky sahabiu e shef një ëndër, sikur që bëhet kiameti, dhe Allahu subhanahu taala po e thirr atë i cili kishte pas jetuar më gat, edhe më tepër se ky i cili kishte dek në rrugë Zotit, po e thirr Allahu ditën e gjykimit po e shtin në xhenet para këtina. Edhe kjo pak sikur që e ka çudit këtë sahabi. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas zakon që mas namazit sabat ka komentuar ëndra. Ju ka thonë sahabive, a ka dikush i cili ka pa dhe një ëndër? Thot po, unë e kam pa një ëndër. Thot çfarë ki pa ti? Thot kam pa kështu. Do me thonë filonin cilën e njofna, do me thonë vdesh me herët e ki jetoj ma gate, kështu ki hini, do me thonë ki cili jetoj ma gate hini në xhenet para këtina. Pejgamberi sa thonë, apo që ditesh, ha? Apo habitesh, ha? Apo ja Rasulullah. Po habitën dhe po që ditë. Apo ki cili jetoj ma shumë, që dyseni ja ka përmi. A ka falë më shumë saj? Po. Edhe dyta ti cili janë? A ka agjeru më shumë saj? A ka agjeru më shumë saj? Do me thonë, agjerimi, një Ramazan, një mundësi, një shonë që të epë Allah, një imër që të epë Allah, subhanallah, që me arrit këtë mujë, këto ditë të bekume, këto ditë me vlerë, këto ditë të cilët nuk krahasohen. Do me thonë, vlera e tyra është aqë shumë e madhe sa që nuk ka send me cilën mund të krahasosh me këtë dënjo. Do me thonë, gjithë shka kërshi këtyre netve janë zero. Do me thonë, në krahasim, nëse mordë me qështi matematike, do me thonë, gjithë shka nëse e krahason me këto net është zero. Se këto net, do me thonë, janë shonca, është top, do me thonë, i e në finaleve, unë e shpesher... Po qatë do shta me e cek? Do me thonë... Ta shpegojsh për shikusit pak ma thjesht, me thjesht zupak. A di që janë këto 10 net? Penaltia. Shpesher e kam thonë, imaginon, këto 10 net janë sikur me lujtë në finale, ligën e kampionëve. Edhe ta epë Allahu mundësin ti me konë me shut penal. Edhe karton të kutë shko portieri. Ta me thonë me dhe veç ti, edhe portieri rezervë. Po ketë, ta me thonë heq pa portier, nuk ka portier në gollë mo. Ta me thonë veç ti, edhe golli. Edhe thotë që topin, shena. E me bu mja huq këtu, s'ki arsije. S'dina shka me thonë mo. Veç me thonë, komën të kuvaci me ndrejqë. Da me thonë, e kjo është, këto janë 10 net, da me thonë, këto janë 10 net. Shonc i madh. Shonc, jo shonc, da me thonë, shejtonit ta kam shel. Da me thonë, e dimin që e fillimit Ramazanit, shejtonit janë prangos. Dirë të gjenemit janë byllta. Allahu i kanë qelë dirë të gjenemit.
Këtë natë Allahu e zbrit me laçët, Gjibrilin a.s. Këtë natë Allahu subhanahu wa taala fal pa hesab. Allahu subhanahu wa taala është 1/3, do me thonë është qiellin e kësaj dynjojës. Edhe ju thot njerëzve, a ka dikush i cili kërkon prej meje t'ja jap. Për këtë Aisha radiallahu anha, çka i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Thotoi dërgumi i Allahut, me konë që unë e di kur është nata e Kadrit. Me konë që e di unë kur është nata e Kadrit, çka do të më bëj? Tha, thuaj Allahumma innaka al-afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Allah, ti e falë se do më falën falem. Edhe të kthena te pyetja sonë, do të thonë kur është nata e Kadrit. Dietarët islam kanë shumë mendime, do të thonë nuk ka, besoj se ndoshta për 10 e natën për çdo ditë ka një mendim. Për çdo ditë ka një mendim. Ka dietarë që thonë 21, 23, 27. Mirë po, argumentet që më shumë të sahabët kanë shpresue, është nata e Gjuheniut, që ka qenë një sahabi i cili ka jetu jashtë, më thonë, ka jetu jashtë Medinës, ka ardhur pejgamberi ka thonë, oj dërgumi Allahut, çfarë ditë të vit, do më thonë, për me lip natën e Kadrit, ka thonë hajde natën e 23. Nata e 23. Nata e 23, edhe nata e 27. Mirë po këto nuk është kush se mendimi më i saktë apo më i mirë që i mbledh gjitha mendimet, kanë thonë dietarë që nata e Kadrit çdo vjet ndron vend. Do të thonë nuk ka kusht që mund të jetë vetëm 27, çdo vjet 27 apo çdo vjet 25. Bile ka dietarë që kanë thonë mundet me konë edhe në të çift. Për këtë shumë kollaj është. Do të thonë nëse don me zonë 100%, pa më ja huq hiç, ço 10 natë e fundit. Aktivizoju, përveli krot, shtrëngoje rypin, Pi energji drinka. E pa të cek njerë, për që të thëmë? Po, kështë kalëzaj, këto net janë të jesh apo të mos jesh. Me qartë. Këto net është shonca vetme me, do me thonë Allah zgjel, ne e për shumë shonca njëtë. Shumë mundësi me fitu gjenetin Allah të zgjel. Dhe shumë leta është mu fitu gjeneti Allah të zgjel. Mirë po besoj se një ndër shoncët më të leta është për me fitu natën e Kadrit, janë këto 10 net. Po pse? Se kemi shumë benefite. Mas pari atë kryesori është i prangost. Shejtani janë prangost. Edhe pa imagjino derët e xhenetit qelen. Derët e xhenetit qelen. Ka një transmetim prej një stupi, të stupin tjetër. Derët e xhenetit janë 40 vjet sa jetë një njeri. Dhe ka marrë një ditë ka me pas kallaballëk. A 8 dyrë janë? Para më në. Pa imagjino. E këtu është mëshira e Allahut, këtu është rahmeti i Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë mos më rreziku çdo natë, 10 natë nuk janë 1000 natë, po 10 natë janë shpejt shkojnë, ti falemi. Jo shpejt shkojnë, kështë që në... Të adhurojmë. Po, do me thonë, këto 10 natë, jo rasisht, për ta kuptu vlerën e këtyre 10 natëve, e shof në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Do me thonë, syrën e kijoni, shëmbëltyri joni, është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Do me thonë, ata e shikojmë, edhe nga ati, do me thonë, frimzohemi, se çfarë duhet punua, se sa të rëndësishëm janë konë këto 10 natë për ta. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, familjen e vet e ka zgju për me falë namaz natë. E ka zgju. Amo jo çdo herë. Jo çdo herë. Ka hadithe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur e shef pejgamberin sallallahu alajhi wasallam një ëndër zgjohet i trishtuar prej ëndrës e i zgjon familjen e vet për me fal namaz natë. Mirë po, thot Aisha radiallahu anha. Thot Aisha radiallahu anha. Për 10 e fundit, thot nuk di do një net tjetër pos këtire 10 njetëve dhe jashtë Ramazanit që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tan natën është fal dhe tan natën ka bëu hatme. Do të thonë nuk dije jashtë Ramazanit që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka agjëru 30 ditë pa nal, sa dhe këtu do të ndalna pak, 30 ditë pa nal dhe është fal tan natën pa flet dhe ka lexuar Kur'an me hatme. Përveç se në Ramazan e veçanti këtë 10 e fundit. E thash ku dë nalë në këtu, se para do ditë isha me një mexhlis, po e ceki këtu, ishme me një farmuabeti, dikush për e lavdron, dikan tha subhanallah që këto, do me thonë, 3 mujtë e shenjë, që ka i thënë, 3 mujtë e bekum, në 3 mujtë, tha i ka agjeru non-stop, hitë se ka prish. Thash e pas ka prish. A pse hoxha e pa prish? Thash nëse s'ka pas borç, nëse s'ka pas borxhet të cilët duhet mi krije. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një muj komplet pa e prish hiç e ka agjëruar veç Ramazanit. Mujt e tjerë ka agjëruar një ditë po, një ditë jo. Një ditë po, një ditë jo. Ka pas muj ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe i kanë gjit ditë. Ama kjo akon specifik dhe veçori e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E nëse umeti Muhamedit, nëse dojmë agjëru,
agjerimi më i miri i joni është një ditë po dhe një ditë jo. Një ditë po dhe një ditë jo. Për jashtë Ramazan. Jashtë Ramazanit. Hoxhë, përpos faljes namazit, nafile, 10 netët e fundit, çfarë ibadeti tjerë mundemi me bë? Më rëndësi është dy sende. Selefit, dhe me thonë të partë tonë të mirë, dy sende i kanë bën këto gjatë Ramazanit, të veçanti i kanë shtu, i kanë 10 fishue në 10 e fundit. Ajo është leximi i Kuranit. Se ki muaj është muaj i Kuranit. Për këtë i gjenë Selefit, dhe me thonë të partë tonë, Allah i mëshiroft, i gjenë është, dhe me thonë që kur ka ardhë muaj Ramazanit, i kanë nalë dersë. Allah i kanë blokua. Janë mirë me librin e Allahut. Kipri atyre të cilët për një të ka bon një hotë. Dikush ka me thonë, gja, s'moj, une s'monet s'ka shonë, e di që janë shumë për mu dhe për ti, për shumicën të cilët nuk kemi të ushtru, dhe nuk e kemi mësu gjuhët tona, dhe nuk e kemi dhonë maksimumin që me lexu librin e Allahut, për neva shumë, se me nga thonë mu e ti, o gjo, dhe me thonë, po mos ishin e televizionit, me nga thonë që është Usain Bolti vrapon 9 sekunda, 100 metre, ti e ban tonën, thue, vallabe, o gjo, shumë baj, po shumë sa i ka ushtruhe. Dhe me thonë, rezultati i tina është 30 vjetë punë. Për këtë, Selefi ka thonë 20 vjetë e ka mundu shpirtin tem për me janë di lezetin namazit, mas 20 vjetë valloj me ka thonë, knatësin e faljes namazit natës. Ëmbëlsin e faljes namazit. Edhe ne, për shemë, tash, kur ta shoh se dikush e ka lexu për një natë, dikush ta bëgja e pamundur. E pamundur. Jo, është e mundur. Për këtë ushtrë, namazit. Edhe dyta duaja. Lutje. Lutje, o Allah falem, Allah falem. Po dikush ka me thonën, këtu do të ndalna pak, dikush ka me thonë, hoxha, po, a nuk ban me shfridzun, a nuk ban me shfridzun lutje më shumë se sa me lexu Kur'an? I thamë, shqo, këtu djetarët islam ka i dalë me një send. Ka i thonë, përmendja Allahut subhanahu wa taala shpesh herë është më e mirë se vetë duaja. Edhe pse jo mja ullë vlerën duas. Po besimtari ban një farë laramanijet i badetet. Lexim Kuranit, dhikr, falje namaznate, istikfar, para se me flet istikfar. Dhe gjitha këto i ban në këtë mënyrë dhe në këtë formë që Allah subhanahu wa taala aldalmi në ditën e gjykimit se ne kemi shfrytzu këtë natë maksimum. Kur jemi të dhikri, përmendja Allahut, për shembull dikush ka me thonë, hoxha, nuk dive me lexu Kur'an, s'kam shku me këtë vit, shka muj me bu me kompenzu, dhe me thuj subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhikr. Nëse s'di sigurt, s'ka njeri në tokë, në rruzullin toksor, tek ne, shqip folse që lezi me thonë subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Që këto? A vlen këto? Shumë vlen. Shumë vlen. Këme thonë, po pse? Apo Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi, është një hadith që t'jep me kuptue. Se përmendja Allahut azza xhel në vetveti është edhe përmendje, po edhe dua. Edhe lutje. E kjo është 2 në 1 që i thënë, kjo e me përmend Allahun, ki se vape që e përmend Allahun, po të njëjtën kohë edhe jetu e lut Allahun subhanahu wa taala. E çka të e lut Allahun subhanahu wa taala? Atë çka e ke në zemër që të dhe më shumë. Që të mbrej më shumë me çati të e lut Allahun, edhe pse nuk i të e shqiptue. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur erdhi një njeri tha i dërguari i Allahut, unë e lut Allahun azza wa xal dhe në dua, kur baj dua, çoj salavat mbi tije. Ka thonë shumë mirë duke bë. Po nëse don, çoj salavat. Thoj dërguari i Allahut, atëherë ka më bë 1/3 e duas, lutit, për shembull nëse 1 orë, unë 1/3, 20 minuta ka me çu salavat mbi tije. Ka thonë shumë bukur, shumë mirë, po nëse e shton është më mirë. Atëherë tha gjysën ja Resulullah. Gjysën e kohës për dua ka me çu salavat. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shumë mirë është, po nëse don shtoj salavatet. Thoj dërguari i Allahut atëherë tan kohën të cilën e kam planifikuar për me bë dua, ka me çu salavatën mbi ti. Tha nëse e ban këta, tha Allahu ka me të largu brengët. Çfarë brengë ke në zemër? Ki brengë zjarmin e xhehenimit se kemi hinë në xhehenem? Ka me të largu Allahu pisor në xhehenim. Ki brengë sa do të mush me hinë në xhennet? Allahu ka me çtin xhennet. Ki brengë borxhin tan? Allahu ka më bë sebeb që ti me la borxhin tan. Ki brengë smundjen tonë? Allahu subhanahu wa taala ka më të largu smundjen tonë. I dhen Allahu shka i ka thonë, nëse të në kohën ban salavat, Allahu ka me të largu gajlet, mërzijat, telashet, problemet, ke qka preokupon prej mrendja ka me të largu.
Veç që kaq? Jo. Wa yuktharu dhanbuk. Pa edhe Allah t'i falë gjënohet. Allahu t'i falë gjënohet. Për këtë ditën Arafatit ka thonë, duan më të mirën, duan më të mirën që e kam bu une, edhe pejgamberët e mëhershme, çfarë doja është? La ilaha illallah wahdahu la sharika. S'ka dua këtë. Çfarë doja? S'ka dua këtë. Nuk ka dua këtë. Është lavdrimi i Allahut. Po, lavdrimi i Allahut. Amo, ki lavdrimi i Allahut, a di çka thot pejgamberi sa më në ditë tjetër. Tha atë njeri të cilin e preokupon përmendja ime. Ta me thonë, atë njeri i cili do të jetë përmendjen teme, do të përmendë Allahun subhanahu taala, dhe nuk do të bën dua, apo kohën e duas do të jetë në përmendjen teme, Allahu do të jep atina më smirti që i ka dhonë dikujna që i ka bu dua. Për këtë të natë, le të shfrytëzojmë. S'di me lexu Kur'an. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah alazim, subhanallah. Kanë 100 herë, 1000 herë. Sa më shumë. Sa më shumë, aq më mirë. Mos foli për vlerën e dhikrit. Pastaj këtë natë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë ka thënë vlerën e madhe çka thash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka zgju familjen. Po. E ka dhe ahla wa shadda mi'zara. E ka shtrëngu shokën. Pse e ka shtrëngu shokën? Janë dy kuptime. Është largu prej grave të veta, për edhe dyta, ato na vo me di, kështu ka thënë, këto net janë një herë. Këto net Allah azza xhala kina imër, a kina jetë më edhe një herë me arritën. Unë jam këto net. E kam e shtrënguar ripin mirë, ka ishin mirë, shokën kam e shtrënguar të hap maksimumin, se janë, do me thonë, këto net lipin bura. Këto net lipin me shtrëngu mirë shokën. E nëse shtrëngon mirë shokën, inshallah. Wa ejka dhe ahle, edhe e kanë gjallë natën. Ta natën ka fal namaz, ka bo ibadet, ka bo gjithçka. Mirë po këto net vëllezër dashur, do të pas parasysh se nëse mos vere dikush na i vjedh. Mos vere dikush na largoje. Kush është ai që mundet më na vjedh? Këtu ka më cek një sent. Është një dietar i famshëm islamit, e ka Yahya ibn Yahya al-Laythi. Ka është i Endelusit. Ka jetu në Endelus, ka lidh në Endelus. Spanja e sonshme, po në Kordoba, ka qenë për djetarëve të mëdhejt të asoj kohë Spanjë, pasi që e ka morë, të me thonë, diturin në Spanjë, ka shkue në Medine për të kërku dituri. Dhe shkon në mexhlis të Imam Maliku. Në zanë si Imam Malikut me morë hadith. Edhe prej transmitimeve të Muwatta ibn Malikut, një ndër më të saktit, jo që është më i saktit, po një ndër më të saktit, apo një ndër rrugt që në ka arrit neve Muwatta ibn Malik libri, është edhe rruga Yahya ibn Yahya al-Laythi. E kur vin ki Medinë shkon edhe bëhet nxënës i zellshëm i Imam Malikut. Dhe një ditë prej ditëve, duke tregu ders Imam Maliku, në Medinë vin një karavan, e në atë karavan kish pas elefanta. Edhe duke kallëzu Imam Maliku ders xhamin zonësit e shumë të Medinës, mbledh prej gjitha anës botës, duke ndëgju prej imamit Medinës, Imam Malikut, kur ndëgjojnë se në Medinë kanë ardhur telefonat dhe përhapet muhabeti, telefoni, ka qenë një kafshë cilën shumë prej muslimanëve se kanë pasë, nuk është toka, do me thonë qashtë. Edhe gjithë njerëzit kanë dalë me këshirë këtë kafshë, Allah zgjelle përmend në Kur'an. Suratul Fil e përmend elefantin. Edhe nuk e kanë, do me thonë, kanë pas fotografi, mirë po me pa realisht se kanë pa. E kur ka ardhur në Medinë, kanë dalë muslimanët, njerëzit kanë dalë me të madhe me këshirën elefonin. Çish është telefoni? Çish është telefoni? Çish duket? Çfarë është kjo farë krijesë? Interesant që edhe nxënësit e Imam Malikut këtë dalin. Me veç ki. Ki Andaluzis. Yahya ibn Yahya al-Laythi. Edhe Imam Maliku nervozohet kur është këtë gjendje, do me thonë e lëndërës, thotë, "Çu edhe ti dil." Çu dil këshirë pa? Çu këshirë, se mas e këtë shu. Thotë, "O imam, thotë, unë s'ka ardhur me pa elefantët. Unë kam ardhur me ndëgju hadithe prej Imam Malikut." Allahu Akbar. Ki ka pas qëllim. Qëllimi i tij ka qenë me ndëgju Imam Malikut. Edhe ne nëse kemi qëllim këto 10 net të fundit, edhe ajo se ne me do mos duhet ta fitojmë xhenetin këto 10 net. Gjithë çfarë elefanti na vjen prej u kolla, për neve s'ka me pas rëndësi, se ne qëllimi jon është me fitu xhenetin e Allahut subhanahu wa taala.
E prej elefantëve të cilët mund të na mashtrojmë, ceni i parë dhe besoj që në shoqërinë tonë është më e dukshme janë çajtorët. Jo që jam kundër çajtorëve. Të qartë. Ban me shku me pi një kafe, di kafe. Ama më ul prej mas namazit akşamit dhe me shku në shpinë në sifir, kjo nuk ban. Do me thonë, armiku numër 1, apo elefanti i cili do të na mashtron për qëllimit ton për me fitu xhenetin këto 10 natë e fundit, janë çajtorët. Kjo është armiku numër 1. Armiku numër 2, janë rrjetet sociale. Kjo është armiku edhe më i rrezikshëm ndoshta se i çajtorëve. Apo në rrezikshmëri janë të barabartë. Mirë po çajtorët e ne e kanë një të mirë si pimas akşamit. A rrjetet sociale janë edhe ditën, edhe mëngjes, edhe para sifirit, edhe mas sifirit. Vëllezër të dashur, besoj që ne duhet ta bëjmë një farë programi, edhe besoj që këtë do ta kisha lënë për në fund se nuk këtë vere suni ma kallëzoj, kam shkruajt disa pika, do t'i lexoj, domethënë. Po, lirisht. Se si besimtari duhet t'i kalon këto 10 net, ta ban një program, ta shku një fletore, ta ban tjetë qëllimi final i tina që ako një sahabin në luftën e Bedrit ka morë pjesë në Uhud ka thonë me konë Allah që më jep imër edhe një herë ka me pa Allah shka ka me bu. Edhe net duhet me thonë, kështë të kalzoj. Në këtë Ramazan ka me pa Allah së pantale shka ka me bu. Ka me pa sa namazin ka me falë. Ka me pa sa tobën dhe istikfarin ka me bu. Ka me pa se sa ka mira pishman Allah së pantale. Se atë sa është e mirë dhikri, atë që i mirë është edhe tobi e istikfari. Ta me thonë, se fillimisht kur pendohesh, ti pastrohesh, pastaj zbukurohesh. Ama nëse jeti i papastërt, sa dush zbukuroju pa djavë. Hjeshin se kije. Do shta pamjen dhe dukjen po, mirë po diçka do të qalon. Diçka nuk do të shkon me këtë stil. E kur të pastrohemi, të kërkojmë faljet e Allah. Allahume i në ke lafuun, tu hibbul afwa fa'fu an. Me thonë, o Allah, ti e falës e do në falje, na falë neve. Këtë mujtë Ramazani du të me mësu gjuhën tonë me kërku falje. Fillimisht prej Allahut s'pan të letë na falë. Ama të njëjtën kohë, du të me qenë bura dhe të na mëson kjo dua që ti themi vetë vetës me thonë, o vetë vete na falë se unë kam gabu kundrejt teje. Pastaj, mi i thonë babës, në këto 10 net bekume, mi i thonë babës dhe nonës, prindërve. Me i thonë, o babë dhe nonë, me na falë, se nuk jam të respektu ashtu si që më ka urdhru Islami. Mi i thonë bashkëshortës, më falë bashkëshortë, se nuk jam duke të vlerësu atë sa jetë, nuk jam duke të vlerësu për kontributin të cilin e banë ti në këtë mujtë Ramazanit. Mi i thonën, e vladit tanë, vajzës tonë dhe djallit tanë, o e vlad, o bi dhe birë, fale babën, se nuk është duke të kushtu atë shumë kohë për angazhimet të cilët i ka. Me i thonë, gjithë kujna shokot në falë, me mësu gjuhën tonë me kërku falje. E kur të pastrohemi, Allah të na pastron, e të na falë, nona, prindrit, familjartë, atëherë jemi në gjendje që Allah subhanallahu të mirët e tina mi thithë mas mirë. Për këtë edhe, Musa a.s. kur të ishte me full me Allah subhanallahu, tha ja rab du me full, tha 40 ditë shko veqe, 30 ditë u vequ, pastroju njerë, pastroj zemrën tonë, që të lërsoj zemrën tonë. Kur e pa 30 ditë që nuk është gati, tha edhe 10 ishte në edhe 10. Kur bu 40 gati që atëherë tha bujru. Se tash është koha ti për mi thith fjallë të Allah subhanallahu, për mi thith dobit dhe vlerat, mëshirën, rahmetin Allah, për ta nuhat knatësin dhe lezetin e ibadetit. Edhe ne në këtë muj, këto 10 ditë, fillimisht pastruhemi prej gjunave. O Allah kam gabu dhe nuk ka njeri pa gjunave dhe mëkate. Nuk ka njeri pa gjunave dhe mëkate. Nuk ka njeri pa gjunave dhe mëkate. E kur pastruhemi prej gjunave, atër e mshira Allah të zhjel ka ma zërim bineve, dhe ne kemi me nuhat ata. Edhe besoj që gjdo në dëgjusi jone, gjdo shikusi jone, besom së se e ndjen knatësin e imanit në 10 që në fundit. Dhe me thonë, pa mor parasysh, qëfar pozicionin pat në shoqëri, apo raportet me Allah qëfar i ka këtë 10 që në fundit, besoj dhe kam binde se gjithë se cili prej tyre ka me thonë, vallaj, më shtu imani pak. Më shtu imani. Lusë në Allah në zëgjel që të në ban për ative. Amin. O, që për funda pate të shka me shtu? Po, thash një
këshill praktike për këto 10 net e fundit. Sendin e parë është me kujtu shpesh rëndësinë e këtyre 10 ditë. Se kjo është një shonë cila nuk përsëritet. Allah ale ma kemi imër, as kemi imër. E para. E dyta, para iftarit, bën dua. Se agjerusi e ka një dua që Allah zgjel nuk ja kthen. E treta, njëherë, mirë është me fal namazin e akşamit. Pastaj, bëhesh gati për taravih. Merr abdes, veshesh mirë, parfimosesh, zbukurohesh, del para Allahut subhanahu wa taala dhe e fal namazin e taravih. Pasi atë si e bani pushim të vogël, që po i tham ative çajtorët mos na i dhnohen më herët, shkoni pini një kanë espresso, kanë sen mu kthjell pak, edhe me pushu pak. Pastaj gjej një vend ku kimu veçuti me Zotin tan. Edhe është me rëndësi me shkruaj disa lutje. Se si ma mend. Do me thonë nisja më herët, fillim të Ramazanit nisja. Shkruaj disa lutje të cilët ti dhe bren. Shqip lutë e Zotin tënë. Shqip, o Allah. Si cili e ka brengat e veta? Po. Do me thonë, se cili me gajlet e veta, mbrensin e vete, që qo, ti i full tokës, është e vërtet që i full tokës, a më ndëgjon Allah i cili janë qilë. Do me thonë, kjo është ajo e cila. Thash, shkruaj një list, i shkun doat, edhe shkruaj një list dëshirat e tuja shkakive. Po be, nuk ka shbezor për Allah. Allah xhallahu aleikum wa akhirukum, i pari juve dhe i funin njerëzit dhe xhenet me kon me një vend dhe gjithë secili me lut Allahun dhe Allahu gjithë secilit më plotsu dëshirët që i ka. Me anë kasemi mulkila nuk pakohet për pasurisë Allahut, atë sa merr xhelbona prej ditë. Allahu akbar. Ka vështirë për Allahun subhanallahu. Wa ma dhalika ala Allah bi aziz. Nuk ka vështirë për Allah. Lutë veç çka takon në shtëpi, lut Allahun subhanallahu. Kërko prej Allahut subhanallahu. Allahu ka boll, Allah jep boll. Kjo është. Domethënë shkruaj një fletë doat edhe dëshirat e tuaja. E më me rëndësi është laptopin fike, telefonin fike, edhe çdo pajisje tjetër e cila të shpërndron apo që orienton për qëllimit tanë, edhe ajo është shfrytëzimi maksimum i 10 netëve të. Fillo me lexu Kur'an, me meditim. Edhe këtu gjatë muajit Ramazanit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çdo ajet e cilën ka është përmend rahmeti ka thonë o Allah mëshiron. Kur është përmend dënimi i zjarrit ka thonë o Allah mbrojmë prej zjarrit të xhenemit. Mos haro duan Allahu minë kalafuun tu i bëla fafuan. O Allah falu mu dhe falet. Flen pak, një pjesë natës flen, ama jo shumë pak sa me mor forcën. Pastaj zgjohu 1/3 e natës, merr abdes, fillo namaz natë, zgjati sejdët e tuaja, çaj para Allahut, kërkoj kërkeset e tuaja, para sifirit ndaj pak minuta, bani istikfar, gjatë ditës kujdeso që sa më pak të folish dhe të bëjsh gibet dhe të i prishish ato të mirët e cilët i ke bëu gjatë natës, për këtë edhe në fund i tham, plotësoj listën tonë në raport me kohën tonë të cilën e ki dhe dëshirat e tuaja. Këto ishin disa pika të shkurta. Për këtë lutem Allahun azza wa jall që Allah na mundson këto 10 net. Amin. Ti shfrytëzojmë në formën më të mirë dhe mos dalmi prej këtyre netve vetëm që Allahu të na kish fal gjunohet, të na kish bëu prej banorëve të xhennetit. Lutë Allahun azza wa jall që familjarët tonë të cilët janë bëu për rahmet, baballarët, nonët tona që Allahu t'i mëshiron. Amin. Allah azza wa jall neve dhe tyre në xhennetul firdaus gjithëve së bashku të na nakon. Amin. Edhe neve inshallah Allah azza wa jall prej këtij Ramazanit na del edhe të na i ka fal gjunohet, na ka bëu prej banorëve të xhennetit. Wa khdavan alhamdulillah. Amin. Allah e shpëlbeft ose nderon për Allah nderoj, po në fund nuk po dal pikë këtij emisionit pa thonë Allah shpërbleftie. Allah është përbleft, do me thonë, fillimisht, do me thonë, lavdrata për tije, për këtë emision qëllum, për këtë fjallë bukra, gjithashtu edhe i falenderoj, do me thonë, televizionin ku jemi, falenderoj shiqusët që na shikojnë, e veçanti tije që je bo sebe për këtë vepër të mirë, Allah është përbleft, Allah ndëroft. Amin, falenderoj, të zindrum. Ky pra ishte Hoxha i nderuar Abdul Fuga, e ne shihemi nesër me misafirin e radhës. Selamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Zgjohu si firi kopret Zgjohu a do mbereqet Falu namazi është drit Falu me zemër e shpit Falu, namazi është drit